A dallojnë procedurat për kategoritë të ndryshme? Po, dallojnë procedurat, dallojnë edhe dokumentet cilat do të me i pas, baza juridike do të thotë, që do të më plotësu fillimisht edhe kushtimisht për me apliku personat. A janë disa mënyra të cilat duhet me u përcjell domosdoshmërisht prej të gjitha kategorive, apo secila kategori ka mënyra dhe procedura të ndryshme? Po, secila kategori ka veçoritë e veta, po. Çka është e rëndësishme me u cek, është e rëndësishme se vendi jonë, Kosova, ka parimin e shtetësisë së shumëfishtë. Që do të thotë? Që do të thotë, nëse ne jemi qytetarë të Republikës së Kosovës edhe kemi shtetësinë tonë, atëherë shteti jonë nuk na penalizon dhe nuk me pas edhe ndonjë shtetësi tjetër. Po e marrim shembull, unë e gëzoj vetë shtetësinë e Republikës së Kosovës, e gëzoj gjithashtu edhe shtetësinë e Republikës së Shqipërisë, mirë po nuk kam asnjë pengesë dhe nuk hasin asnjë vështirësi që t'i kem 2 shtetësi, 3 shtetësi apo më shumë. Domethënë është një ndër parimet bazë që Kosova e njeh, do të thotë parimin e shumëfishtë të shtetësisë. Që disa shtete nuk e kanë. Po, disa shtete nuk e kanë. Ne kemi pas edhe ka qenë e njoftun edhe për opinionin tonë publik. Gjermania në një kohë i detyroi ke shtetasit e Republikës tonë për me heqë dorë prej shtetësisë së Kosovës, mandej ata për me pas, domethënë ose me fitu shtetësinë e vendit tjetër. Gjë që tashmë ka ndryshu dhe kemi shumë kërkesa ku qytetarët të Republikës të Kosovës, cilë jetojnë dhe veprojnë në Gjermani, prape kanë dëshiren për me fitu shtetësinë. Mirë për në këtë rast, ata nuk hynë në kategorinë e përfitimin e shtetësisë, po ata hynë në kategorinë tjetër që është rifitimi i shtetësisë. Po, rifitimi, sepse ka dallim fitimi. A ka më pak procedura kjo? Po, ka më pak procedura, edhe është më letë, sepse ata më përpara e kanë gëzu shtetësinë tonë, edhe nuk është që është kriju ndonjë kusht i veçantë për me hjek dorë, përveç se ka qenë domethënë me u liru prej shtetësisë Republikës së Kosovës.